video më vjetër. Shiko, nga aq sa pa shumë, pra me një shikim të shpejt, personazhet që janë aty janë kryesisht të zonës Durrësit. Pra janë personazhe të zonës Durrësit. Sigurisht që Berisha një pjesë të mirë të jetës vetë ka kaluar për burgje dhe nuk e ka të vështirë që ai të ketë njohje, të ketë aleanca, sepse është një personazh me goxha historik brenda burgjeve. Gjithë ata të tjerë që shoh, se duket dhe pozicioni që ai ka, po gjithë ata të tjerë, thash, nuk më ngjan personi si Astrid Avdyli, sepse me sa di unë dhe ata marrëdhëniet mes tyre nuk është se i kanë pasur kaq të afërta, por me sa shoh aty janë nga kjo zonë Durrës Shijak dhe janë përgjithsisht si them o të njëjtit grup ose kryesisht aleat të tyre. Ajo që më skandalizon në atë rast nuk është fakti pse të burgosurit, se aty shoh që janë të paktën 4-5 celularë. Me ato tarifat që dam ne, se çfarë bën. Pra, përveç ata Lulzim Berisha me telefon në dorë. Përveç ata janë me celular. Dhe Bukranshi tjetri flet në video call me persona të tjerë. Po, është live, është live. Dhe përveç se janë me celular, janë duke konsumuar alkool, shoh veprimet e dikujt tjetër që më duket sikur sapo ka konsumuar lëndë narkotike, po nuk e shoh të gjë dhe nuk mund ta them dot. Flas nga veprimi. Që konstatoj edhe unë tani është ai në krah të Lulzim Berishës, në krah. Po, unë uroj që duket tipike sjellja e tij është sikur por pas konsumimit lëndësh narkotike. Shiko, unë uroj se një pjesë e mirë e këtyre të dënuarve kur hyn burg bën dhe besimtar, musliman. Unë uroj të jenë duke pirë lëng mollë aty, po nga hareja që kanë nuk më duket shumë. Gjithsesi, për mua skandali aty nuk është pse të dënuarit kanë to lloj mjetesh në përdorim. Si është e mundur që të deportojnë në një institucion të sigurisë lartë, kaq shumë pajisje elektronike dhe Android të mëdhej, jo të vegjël. Por janë fjalës fundit se shoh është iPhone 16 që mos gaboj, po është iPhone, ose se jam në një njohës i mirë i tyre, po me aq sa kam parë, më duket edhe është ai modeli Pro Maxi i madh. Pra, mua nuk mund po ta them edhe herë, koha si kohë është nga marsi, fundi marsit të 2025, sepse në atë kohë ka ardhur Lulzim Berisha, kur periudha kur mund të jetë bërë video, duket që është periudhë o fund vjeshtë o dimër, se shoh nga veshjet e Lulzim Berishës, është i veshur